Unë mendoj që njerëzit vërtet e duan ndryshimin, e kanë pritur prej kohësh ndryshimin, por që fatkeqësisht nuk po materializohet. Nëse shoqërisë mund t'i krijohen kushte më të mira për të mbajtur qëndrimet e saj, ndoshta atëherë i kemi dalë një farë kuptimi borxh. Loja demokratike përfshin grupe interesa, siç e thatë juve, nga njëra anë është politika, janë mediat e pavarura që duhet të jenë të pavarura, por që fatkeqësisht nuk janë të pavarura. Duhet të jetë shoqëria civile, e cila gjithashtu duhet të grumbullojë brenda saj njerëz të cilët ndajnë shqetësimet e zhvillimit të shoqërisë. Duhet të jetë bota akademike, e cila ndoshta në një farë kuptimi më elitar, në një sens më elitar, duhet të ofrojë mendime dhe alternativa për sfidat e shoqërisë. Mendoj që njerëzit vërtet e duan ndryshimin, e kanë pritur prej kohësh ndryshimin, por që fatkeqësisht nuk po materializohet dhe analiza e shkaqeve mund të jetë shumë faktoriale, por në thelb unë mendoj që i ka munguar alternativa e besueshme konkurruese forcës aktuale politike që është në pushtet Partia Socialiste, dhe që përtej nevojës që shoqëria, si thua, një lloj diskutimi të brendshëm, të përhershëm që ndesh kudo, në çdo tryezë, në çdo bisedë, në çdo komunitet ku ne diskutojmë dhe marrim pjesë, por që nuk po materializohet. Kështu që unë mendoj që kjo kërkon, si thua, është një lloj thirrje uluritse e shoqërisë për në radh parë për krijimin e një alternative politike të besueshme që të shërbejë si një kundërpesh ndaj forcës aktuale politike që, siç e thatë dhe ju, është në mandatin e 4 sa e pa precedent ndoshta edhe në Europë, edhe atje ku demokracia funksionon dhe ndoshta qeverisit janë të pastra, janë të përgjeshme, janë transparente etj. Kështu që kjo mendoj që është thelbësore, dhe nga ana tjetër mendoj që edhe rregullat e lojës duhen diskutuar edhe duhen ndryshuar në mënyrë të fortë, në mënyrë që të krijojë një mundësi për rotacion kur një alternativë e tillë do të jetë e besueshme. Fakti për shembull është që me sistemin aktual zgjedhor kuptoj që rezultatet janë shumë të padrejta dhe qoftë në veçantë në raport me forcat e reja politike. Këto ishin zgjedhjet e para ku patëm oferta, do thoja, jo vetëm thjesht nga dy forcat e mëdha, po patëm oferta politike dhe alternativa, një farë kuptimi të paktën që duheshin marrë seriozisht në konsiderat, siç ishin qoftë Lëvizja Bashkë, qoftë Nisma Shqipëria Bëhet, qoftë Partia Mundësia, pra ishin forca që e plotësonin mozaikun e spektrit politik, të mirëfillt, që nga e marta deri tek e djathta, të mirëfillta si forca politike, por që fatkeqësisht vota që ata morën nuk e lexuan siç duhet vullnetin popullor dhe përpasoj rezultati është ai që është, pra që kanë marrë një numër të papërfillshëm deputetësh. Sidoqoftë rregullat e lojës janë më shumë se kaq, sepse kanë të bëjnë, në gjykimin tim, ndoshta Shqipëria duhet të adoptojë një model që e ka edhe Maqedonia e Veriut, ku 3 muaj përpara zgjedhjeve ne duhet realisht të bëjmë një lloj depolitizimi total të administratës, sepse ne të gjithë e dimë që presioni politik mbi administratën edhe gjithaj sistemi i patronazhimit që thuhet në politik, i cili është normal patronazhimi politik, është e vërtet, por nuk është normale në mënyrën si zhvillohet në Shqipëri, sepse patronazhimi politik nënkupton të shkosh pas elektoratit, por jo presion mbi vendin e punës, kërcënim për jetën e kështu me radhë. Pra në këtë kuptim, rregullat e lojës duhet ndryshojnë në mënyrë themelore, në mënyrë që vërtet japim shoqërisë një shans për të ndryshuar qeverisjen e saj. Raporti me të vërtetën i shoqërisë tonë është pak problematik. Kjo është e vërtetë, kjo që thoni juve, dhe në këndvështrimin historik, por sidoqoftë ndoshta nëse shoqërisë mund të krijohen kushte më të mira për të mbajtur qëndrimet e saj, ndoshta atëherë i kemi dalë një farë kuptimi borxhit. Unë mendoj që partitë politike, është e vërtetë që të paktën 2 forcat e mëdha politike i kanë bërë gjithmonë rregullat e lojës sipas interesave që kanë patur kryesisht liderat e partive. Por ndoshta ka ardhur koha që mbas 35 vitesh demokraci, realisht të përpiqemi të transformojmë sistemin politik shqiptar për të krijuar në radh parë një demokraci funksionale, sepse realisht dhe de facto ne të gjithë jemi koshient që institucionet demokratike në Shqipëri kanë probleme serioze të besueshmërisë, të qëndrueshmërisë tyre, duke filluar që nga parlamenti.
Pra që nga fakti që parlamenti, që është institucioni më i lartë i demokracisë, një republikë parlamentare, nuk ka një jetën e vërtet parlamentare siç duhet jetë, ku deputeti nuk është realisht deputet, deputeti është thjesht një votues, ashtu si shndërrohet elektorati në një votues thjesht forcës tij politike, dhe deputeti është thjesht një mbajtës i një kartoni për të çuar vullnetin politik të forcës që ai përfaqëson, po jo për të përfaqësuar interesat e mirëfillta të elektoratit që ai përfaqëson. Pra ka nevojë për ta ndryshuar mozaikun, do thoya, të skenës politike. Dhe atëherë sigurisht që shoqëritë atëherë pa diskutim që do të vijë ndoshta përballë një provë dhe një realiteti të ri. Unë personalisht mendoj që shoqëria e do ndryshimin, shoqëria nuk është e kënaqur, shoqëria nuk është e kënaqur me status quo dhe por ndryshimi i rregullave të lojës mund të krijojë precedent dhe premisa për të patur një demokraci më funksionale. Dhe në fund, mos harrojmë që demokracia duhet brenda partive duhet që të jetë gjithashtu një element thelbësor i transformimit demokratik të shoqërisë. Nëse vetë forcat politike nuk kanë mekanizma demokratike brenda tyre, atëherë kuptohet që edhe demokracia në shoqëri nuk do të jetë ajo që ne presim dhe që dëshirojmë. Njërë për demokracinë brenda partive, më them mos ta nisim, sepse po e nisëm. Po kam përshtypjen atje fillon. Kam përshtypjen që atje fillon demokracia. Dhe prandaj desha me qofse s'ka mekanizma kontrolli, mekanizma të mbajtjes në kontroll të pushtetit brenda partisë, të përzgjedhjes të vendimarrjes politike, atëherë kuptoj që s'mund të kemi as demokraci në shoqëri. A mos nuk kemi gati ne për këtë sistemin, se është shumë i diskutueshëm ky sistemi demokratik. Duhet me ditë njëherë çfarë janë shtyllat kryesore që ne ta quajmë demokraci dhe sa prej tyre neve ju qasemi. Sa janë prej tyre që ne tentojmë t'i qasemi. Shiko, unë jam dakord me mendimin që pa diskutim që edhe sistemi politik është pjesë e konstitucionit kulturor të një vendi, nuk ka asnjë diskutim. Pra në thelbin e vet është kultura ajo që e përcakton, ose siç e ka thënë ai mentaliteti, por që mund ta përkufizojmë në trajtën e kulturës, ajo që e bën demokracinë që të jetë një sistem i përfituar nga shoqëria dhe pjesë organike e saj, ose të jetë një importim i huaj. Bie dakord gjithashtu me tezën që ndoshta në Shqipëri nuk kemi një kontekst shumë të zhvilluar demokratik, sepse edhe po ta shikojmë në trashëgiminë historike, Shqipëria nuk është se ka qenë në një shtrat apo në një vend i njohur ku demokracia ka qenë sistem funksional. Ne edhe në kohën e perandorisë, mbretërisë kemi patur kryesisht një sistem aristokratik, pra kryesisht ishin aristokracia e kohës, ajo që qeveriste fatet e vendit, dhe shumë pak përvojë demokratike për hir të së vërtetës. Kaluam një periudhë të traumës komuniste, e cila ndoshta e zhduku edhe atë elementin aristokratik dhe që mund të ishte paksa një lloj fisnikërie e vendit dhe që vërtet mund të kishte një zë i artikuluar në kuptimin e një qeverisje të drejtë dhe të asaj që vërtet një vend kërkon. Dhe importuam një sistem demokratik i cili është një ligjësi globale, por që secili vend duhet thënë që ka të veçantitë e saj. S'pari një gjë që unë nuk dua ta lidh gjendjen e demokracisë me varfërinë, sepse shpesh herë thuhet që Shqipëria ka shumë varfër dhe meqense është vend i varfër nuk ka shtrat demokratik. Jo. India është një rast i një par excellence ku është një popullsi do të thënë relativisht e varfër, nëse e masim me GDP-n për frym nuk ka një diferencë madhe me Shqipërinë, edhe po ta shikojmë edhe në standardet e jetesës, bile Shqipëria në shumë këndvështrime duket një vend mjaft modern. Dhe megjithatë demokracia është një sistem i pranueshëm nga populli, është një sistem që funksionon perfekt, pra është dhe nga ana tjetër kemi shoqëri që mund të jenë edhe shumë të zhvilluara, nuk po marr rastin e vendeve të Azisë, që gjithashtu është një rast ekzemplar që janë vende mjaft zhvilluara, Singapori etj, të cilat nuk është se kanë sistemet e natyrës demokratike siç e kemi neve. Edhe përpjekjet për të importuar demokracinë, demokracia në këtë rast përsëri si institucion kulturor, sepse ne duke qenë në kontekstin e integrimit evropian, ne nuk kuptojmë që do marrim standardet e Bashkimit Evropian. Pra do të kemi një lloj implantimi kulturor në një shoqëri
që ne nuk e dim nëse është kompatibël apo nuk është kompatibël. Kështu që edhe vetë ideja e integrimit evropian në gjykimin tim kërkon një lloj inovacioni, nëse mund ta themi kështu, të përshtatjes kulturore të Shqipërisë brenda vlerave themelore që ka Europa, sepse integrimi evropian është antarësim në vlera europiane. Ne mos ta shikojmë thjesht me garush dhe ndorë që do shkojmë, do ta mbushim edhe do marrim thelat e mira atje dhe integrimi evropian është mbi të gjitha një antarësim, një aderim në një komunitet kulturor që duhet ndar vlera themelore me ta. Ku pa diskutim demokracia është vlera më themelore dhe besoj unikale ndoshta në farkuptimi e demokracive perëndimore. Më kujtua bëja një ese dhe hyra dhe po kërkoja materiale dhe model një artikull i Atë Gjesh Fishtës. Ai ka qenë një publicist shumë i mirë, nuk ka vetëm lahutën, por ka pas shkruajtur shumë mirë. Edhe është Hylli Dritës. Edhe ishte një ndër artikuj që tani më kujtua që thoshte ishte momenti kur duhet të bënin disa ligje, po bëhej shtet Shqipëria. Dhe ai shkruan që ne nuk mund të importojmë asnjë lloj sistemi dhe ta sjellim këtu pa u bazuar në kulturën tonë, në traditët tona dhe thoshte në doket dhe zakonet tona. Është e thjesht që ne ta marrim të mirën nga Evropi, thoshte ai, dhe ta sjellim këtu, por duke e mbështetur në traditën dhe kulturën. Ne kemi si kulturë, sepse ne këta jemi. Shiko, e parja që po më shtyn në tema që normalisht unë nuk para jam marrë shumë publikisht, sepse normalisht unë jam kufizuar më shumë në pjesën që ditë bëj më mirë, që është në fushën e ekonomisë, por meqense po më çon në këtë fushë, gjatë kohës që unë kam qenë gjithashtu deputet, shpesh përdorja bibliotekën e parlamentit për studiuar parlamentet tona të viteve 20, që ka qenë kur filloi realisht parlamentarizmi në Shqipëri, dhe shikoja që shumë nga ato që ju thoni që tingëllojnë aktuale edhe diskutimet e parlamentit atëhershëm tingëllojnë mbas 100 vitesh një lloj relevante, një lloj si thua sfiduese, një lloj si thua kritike apo vetë kritike. Pra, duke që kohët ndryshojnë shpesh, por në fakt edhe nuk ndryshojnë as pak. Pra, ajo që thuhet që shpreh që old habits die hard, gjërat e vjetra, ndryshimi kulturor është një proces i transformimit shumë të ngadalt, kështu që nuk ka diskutim edhe një herë që çdo lloj procesi, edhe në kohën e mbretit të Zog, pra ne kemi marrë kodet europiane, kemi marrë administratën, kontekstin administrator, pra shumë reforma modernizuese janë marrë nga Europa. Dhe është një proces normal, sepse edhe ato kode dhe le të themi ligjet, ligjësitë që e drejtojnë shoqërinë dalin nga nevoja dhe nga konteksti zhvillimor i një shoqërie. Por meqense ne kemi kontekste të ndryshme të zhvillimit, Shqipëria nuk është si Europa, Shqipëria nuk ka problemet e Gjermanisë, fjala vjen, por nuk ka problemet që kanë këto vende që janë në ekonomi, pra në kufit e teknologjisë. Rregullimi i inteligjencës artificiale, fjala vjen, apo i atyre që janë industritë futuristike në këndvështrimin ton, nuk janë prioriteti jonë absolut. Pra ne kemi sfida më madhore. Prandaj edhe përshtatja me kontekstin kulturor dhe bazimi ke tradita mendoj që është element thelbësor që e bën një ligj të zbatueshëm ose jo. Se ne praktika jonë është që në këto 30 vite ne kemi marrë direktivat e BE-s, i kemi adoptuar, i kemi miratuar dhe në fund si ka lexuar njëri, madje edhe ata që i kanë miratuar shpeshherë nuk e kanë lexuar, e lëre më pastaj për zbatueshmërinë e tyre në praktik. Kjo është kur merr në mënyrë artificiale pra një korpus ligjor që nuk është pjesë e korpusit natyror të kësaj shoqërie. Ka një fjalim aty edhe ai ishte ambasador atëherë, Konica, kur thot për gjithë këto që jemi duke bërë tani, pas 100 vjetësh do na vi turp. Në fakt ato ishin kaq të mira në krahasim me sot, nuk kanë lidhje. Dhe ishin disa akte që nuk i shkonin bashkëpërshtat sa ishte shumë cinik. Edhe nuk ishte asgjë që nuk shkonte, po bëheshin vërtet përparime. Imagjino të jetonte Konica në këtë kohë. Problemi është që ata ishin shumë të ndërgjegjshëm edhe ishin do thoya shumë të formuar dhe patriot dhe kishin një lloj vlerësimi për peshën e historisë, ndërsa këta sot as nuk e çojnë në përmend që thonë që do na dënoj historia mbas 100 vitesh. Pra janë shumë më pragmatik dhe ndoshta reflektojnë një realitet, një shoqërie që është bërë të
tmerrsisht materialiste, duhet të thënë, dhe ka humbur atë metafizikën, ka humbur atë shpirtin reflektues. Bota atëhershme ishte një botë që kënaqej me pak në kuptimin material, por aspekti shpirtëror dhe nacionalizmi dhe atë dashuria ishin vlerat themelore të një shoqërie, ndërsa sot tingëllon paksa anakronik që të thuash që jam për kombin, jam për atë dukesh sikur je si jashtëtoksor dhe jo brenda kontekstit sotëm historik. Kështu që ka një përmbysje të vlerave, po. Se në atë kohë shoh gjen personazhe shumë të rëndësishme të historisë, janë dhe sot disa prej tyre të ndëshkuar nga historia, nesër është tjetër temë kjo. Kanë shkrirë pasuritë e tyre, për shkronjat, patjetër, për shkollat, patjetër. Për dy vlera që po themeloheshin në atë kohë, që po themeloj shteti shqiptar. Shumë vërtet. Kanë shkrirë pasuritë e tyre, e di për fakt, e din të gjithë për fakt. Patjetër, po. Dhe sot filantropia ka qenë një vlerë themelore e këtij grupi shoqëror e këtyre njerëzve, por duhet thënë, jo vetëm këta aristokratë të kohës, por duhet thënë ka qenë dhe një vlerë e shoqërisë. Për shembull, komuniteti kontribonte për shkolluar fëmijët e dikujt tjetër që s'ishte fëmia i tij, por thjesht që kishte një ndjesi që komuniteti duhet të kontribuojë në krijimin e njerëzve të arsimuar, të intelektualëve, të dijshëm e kështu me radhë. Dhe kjo ka qenë një vlerë e rëndësishme e shoqërisë, por që siç e thash edhe një herë që në kontekstin e sotëm janë bota është bërë tmerrsisht materialiste dhe ka humbur nocioni i idesë i zhvillimit shpirtëror të shoqërisë. A thu kena hez veç mbrapsht? Prej 1920-30 kemi ecur në mënyrë të pabalancuar. Unë nuk jam kundër që botës materiale. Jo, nuk po them. Po ideja është që përmbysja në kuptimin shumë thjesht të gjës. Ata shkrin pasuritë e tyre për shkronjat, për shkollën, për kulturën, dhe këta shkrin pasuritë e vendit për veten, pasurimin e vetjak, po. Varfërojnë gjithnjë më shumë popullin për ta sunduar në fakt. Se nuk është se duan, domethënë e mbajnë ashtu për ta sunduar. Shko, e vërteta është që në thelbin e vet, domethënë bota është vendosur realisht, domethënë nga një botë që ishte më shumë e dhënë pas idealizmit edhe kishte një lloj epërsie të dukshme të konstitucionit shpirtëror në raport me anën materiale. Për shembull, në traditën Dibrane, meqense jemi këtu, kuptoj që në krye të Odës, Dibrane nuk është se duhet rrinte Beu, rrinte ai që kishte mend, ai që dinte të bënte drejtonte bisedën. Beu mund të ishte ai që pagunte faturën e Odës Dibrane, por nuk ishte ai që drejtonte. Pra në këtë kuptim e kam fjalën, ideja kishte një peshë shumë të madhe. Dhe kuptoj që edhe ata që kishin mundësi për ta zhvilluar këtë ide, pra siç ishin klasat e pasura të asaj kohe, aristokracia le të themi asaj kohe, ishte në shërbim të kësaj. Plus që edhe kauzat e Shqipërisë në atë kohë kanë qenë shumë më të forta, kanë qenë kauza ekzistenciale, Ne ishim pjesë e një perandorie të rënë edhe pothuajse, me një krizë të fortë ekzistenciale. Ndërsa sot politikanët tanë kanë patur mundësinë për bërë shumë më tepër, sepse mundësitë, për qenë sinqert, financiare, le të themi, edhe në kuptimin e resurseve dhe të burimeve janë shumë herë më të mëdha, por që politikat jo të duhura atë nuk kanë bërë që ne të kemi këtë lloj diferencë të mëdha, pra që kemi një mundësi për të krijuar një pasurim më të madh të shqiptarëve, por në fakt kemi një rritje të ndjeshme të polarizimit social midis një pjesë të madhe të popullsisë që mezi del dhe një numër i shumë të kufizuar individësh që zotrojnë pasuri shumë të mëdha. Dhe në një farë kuptimi kjo është edhe ndoshta edhe si thua nota më negative që mund t'i vjet klasës politike në këto 30-35 vite të tranzicionit. Nuk kam parë, profesor, asnjë prej jush që të bëj një peticion në një moment të caktuar, kur ka pas shumë momente të caktuara në edhe të viteve të fundit që ka qenë e nevojshme, fort e nevojshme, që të reagojë shoqëria përmes elitës saj, pra elitës intelektuale. Zero, asnjë. Fare. Media jo, politikanët sigurisht është në rol të vet, po dhe intelektual si u shuat kështu. Shiko. Pak nga pak. Shiko, loja demokratike përfshin grupe interesa, siç e thatë juve, nga njëra është politika,
janë mediat e pavarura që duhet jenë të pavarura, por që fatkeqësisht nuk janë të pavarura, duhet jetë shoqëria civile, pra society, e cila gjithashtu duhet të grumbullojë brenda saj njerëz të cilët ndajnë shqetësimet e zhvillimit të shoqërisë, duhet jetë bota akademike e cila ndoshta në një farë kuptimi më elitar, në një sens më elitar, duhet të ofrojë mendime dhe alternativa për sfidat e shoqërisë. Nuk mendoj që bota akademike është në kuptimin që thatë juve, pra që me peticione kështu përgjithsisht në bota akademike nuk funksionon në këtë mënyrë, por shoqëria civile pa diskutim funksionon me këtë mënyrë. Por secilës nga këto grupe interesi duhet thënë që mundësitë janë kufizuar jashtëzakonisht shumë dhe hapësirat janë kufizuar jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo është një gjë shumë e dukshme dhe e vërtetë. Para njëherë duhet thënë që akademikët apo qendrat kërkimore, think tanks, normalisht ofrojnë alternativa politike që të cilat duhet të diskutohen dhe mund të merren në konsiderat nga qeveritë ose nga forcat opozitare. Kjo nuk ka qenë rasti i Shqipërisë, sepse përgjithësi në Shqipëri politikat janë hartuar në laboratoret e FMN-s, të Bankës Botërore dhe gjithmonë të paraqitura sikur vinë nga transcendenca, sikur na vinë nga një fuqi eprore, në përgjithësi zëri lokal nuk paradëgjohet shumë. Dhe kjo është një gjë e vërtetë. Pra, ta thot një intelektual, meqense përdor fjalën intelektual, është fjalë abuzuar, po nëse e thot një person shqiptar, një profesor, fjala vjen apo një akademik, apo një studius, apo një think tank, në Shqipëri kalon pa u vënë re, pa u dëgjuar, nuk bën një hon. Kur e thot një ambasador, fjala vjen, kur e thot një institucion i huaj, kur e thot Komisioni Evropian, të njëjtën gjë që e thon dhe ata, atëherë fillon dhe bëhet merr peshën e dur. Pra, me këtë dua të them që pa e justifikuar, sepse nuk mund justifikohet, absolutisht, unë mendoj që aksioni qoftë nga shoqëria civile, nga të gjithë grupet e tjera, duhet jetë i fortë, sepse nuk mund ndërtosh demokraci të fortë, nëse nuk kemi gjithë këto element. Ato pushtetet e pavarura dhe ndarë, dhe këto janë pjesë e një pushteti të ndarë, sepse në fund është pushtet moral i shoqërisë. Dhe në sistem demokratik pushteti moral për gjykimin tim është edhe më i rëndësishëm se sa pushteti ekzekutiv që t'jep vota popullore. Kështu që nuk dua që ta justifikoj as pak, por konteksti ndoshta në Shqipëri i mediave që shpesh herë duhet thënë për hir të vërtetës janë nganjëherë edhe janë të mbyllura, nganjëherë janë të deformuara. Media është zëdhënësja, media është mediumi i transmetimit të idesë, i dhënjes forcë të argumentit ose i vdekjes së argumentit akoma pa u artikuluar. Kështu që i gjithë ky në morinë asaj që thamë që demokracia e dobët në Shqipëri, duhet thënë që të gjitha janë pjesë që shpjegojnë realitetin e kontekstit sot në zhvillimin e shoqërisë, sepse nuk mund të ketë një grup më të zhvilluar sa tjetri. Fatkeqësisht në gjykimin tim, një shoqëri është rezultante e të gjithë faktorëve që e përbëjnë kontekstin mbi të cilin ne gjykojmë. Pra kur gjykojmë për demokracinë, janë konteksti të gjithë institucioneve që përbëjnë demokracinë, që na karakterizojnë gjendjen e demokracisë që ne kemi sot. Shoqëria civile në Shqipëri, vjen keq se janë pak kështu e drejt për drejt, po mund të jenë 2-3 organizata që i shoh produkt të tyre, për shembull, sa herë që më vjen në mendje të flas për ndonjë efekt të shoqërisë civile, më vjen në mendje ISP-ja e Afrim Kresniqit që shfaqet gjithmonë në momente. Sa ka zgjedhje për çështje, domethënë ka qëndrim, ka mendim, ka studim, ka rezultate, po dhe ndonjë tjetër si ky. Është IDM-ja, mendoj edhe ata kanë profil shumë të shquar, shumë eksakt pra. Shumë pak. Eksakt. Ata nuk imponojnë dot. Kurse mira organizata të tjera që për fat patë mundësi me i pas sa financohen edhe për shkak të ndërprerjes fondeve amerikane dhe aty dolën listat, çfarë demokracie, çfarë roli kanë pas ato në demokracinë në Shqipëri? Normalisht shoqëria organizohet në grupe interesi, nuk është shoqëri atomistike, pra ku secili është një atom në këtë shoqëri të madhe. Ka pas disa momente kritike që është dashur që dikush të dalë dhe thotë stop, zotrise. Ti nuk mund ta godasësh familjen tonë kështu, të riun tonë kështu, fëmijën tonë kështu, shoqërinë tonë kështu dhe ti nuk e bën dot zap kështu dhe ne të rrim urt
siç do ti. Ka patur episode, po ka patur episode që janë të njohur. Po listën e intelektualëve që reagonin dikur, mblidheshin disa. Patjetër. Me të caktuar edhe bëj një peticion, e vërtetë. Një qëndrim është ai. Ai nuk zgjidh asgjë. Ai nuk pengon as. Nuk pengon as tirani, nuk e pengon as asgjë, nuk pengon dot. Por shfaqet aty, del aty dhe thot unë jam këtu dhe jam duke të thënë ty që ti nuk guxon me kalu këtë. Por shiko, përshtypja ime është kjo që e para njëherë që politika manipulon mjaft kollaj, përfshir edhe këtë siç manipulon shoqërinë civile që e thatë juve, dhe fatkeqësisht korrupsioni i shoqërisë civile është ndoshta forma më e shëmtuar e korrupsionit nuk është ana materiale, është korrupsioni intelektual, pra është korruptimi i idesë. Dhe fatkeqësisht nëpërmjet korrupsionit material kemi korruptuar idenë e shoqërisë, duke blerë shoqërinë civile apo segmente të veçanta të le të themi të asaj që ju e quajni botë intelektuale. Kjo bota intelektuale është çik gjithashtu problematike. Por politika shpesh ka manipuluar dhe me to. Për shembull, rastet ekselente janë Teatri i Tiranës, për shembull. Teatri i Tiranës tërhoqi mendoj të gjithë eksponentë të dallueshëm të një kauze sociale që kishte të bënte me kulturën, trashëgiminë kulturore, artistike, arkitekturore të kryeqytetit tonë kështu me radhë. Dhe pati eksponent zëra mjaft të spikatur, të cilët kërkuan një ndalim të veprimit të qeverisë, por që ne të gjithë e dimë se si përfundoi. Po kemi rastin ti kalon mbi trupin tim. Po dhe nesër dhe nesër njëjti. Po më vjen keq. Pikërisht pra. Kam ndjer shumë keqardhje për ata. Pikërisht pra, domethënë se ne nuk e dim pse. Eksakt. Dhe tjetra gjë, a u ngritën studentët për të drejtat e tyre, për të kërkuar, është një kauzë e madhe e shoqërisë, sepse reformimi i arsimit të lartë është e ardhmja e një vendi, kështu që nuk mund të ketë gjë më kritike dhe më të rëndësishme se sa reflektimi mbi një kërkesë që të vjen nga një grup interesi që janë studentët. Ne të gjithë e dim gjithashtu se si përfundoi. Domethënë, ideja që dua të them në këtë rast është që politika fatkeqësisht në kontekstin e realitetit ton luan shumë kollaj, edhe qoftë me mënyra nga më të ndryshme, një korrupsion i vogël këtu, një marrje në punë atje, pra futja një elementi përçarës brenda e kështu me radhë dhe përpasoj këto janë të njohura edhe në marketingun edhe në marketingun e politikës. Për shembull, kur shkencëtarët dolën dhe thanë që duhani është i dëmshëm për shëndetin e njerëzit, atëherë prodhuesit e duhanit morën një nobelist në gjenetik, i cili bëri një shkrim edhe një artikull e drejtoi edhe një grup shkencëtarësh tjerë që thanë s'ka lidhje fare pirja e duhanit me shëndetin, me kancerin, e kështu me radhë. Pra, dhe po futen në lojë elemente të tillë, një shkencëtar këtej dhe po një shkencëtar këtej, atëherë bota çoroditet. Edhe në këtë lloj çoroditje intelektuale kemi klimën për shembull. Një grup i madh shkencëtarësh thonë që ne planeti është në pikën e avullimit, po kemi edhe një grup tjetër shkencëtarë që sa herë bie bordhon ja që ja kanë fut kot ata. Kjo lloj e relativizon aq keq gjën saqë humbet boshtin e orientimit të shoqërisë. Kështu që luan paksa edhe politika me këto gjë, siç luajnë grupet e tjera të interesit, edhe politika luan pak a shumë me këto, me mënyra shumë kreative, shumë interesante, fine, edhe që bëjnë që thonë janë këto që e duan gjithashtu. Kështu që është çike vështirë, edhe konteksti ku ne zhvillohen ngjarjet e sotme, plus me median sociale që e ka transformuar në mënyrë rrënjësore, do thoja, diskursin publik. Jemi në një fazë ndoshta do thoja relativisht shumë inovative të re, që kemi nevojë për rikalibrim, për një lloj reset-upit të vetvetes edhe si shoqëri. Para në vend ku ke dhënë intervistë kam qenë unë kur le mandatin e deputetit. Ma kujto pak atë momentin. Sa vjet ndenje ti deputet? Një mandat kam në deputet, në 2013 e kam përfunduar mandatin edhe jam kthyer përsëri botës atje ku e nisa për ta bitisur ndoshta në pedagog në universitet. Unë kam qenë deputet i Dibrës për një mandat dhe një eksperiencë të qenë deputet të jep një privilegj të madh, sepse të jep mundësinë për realisht për ndihmuar për një komunitet njerëzish që të besojnë, pra është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Dhe kur je edhe në qeverisje të mungon dhe argumenti për të thënë që unë s'bëra dot gjë, sepse ne Partia Demokratike ishte edhe në qeverisje atëherë, por në një zonë, si isha unë, zonën e Bulqizës edhe teritoret përreth të cilat
sigurisht që kishin edhe probleme shumë Edhe serioze dhe vazhdojnë që t'i kenë akoma, por unë nuk munda të bëja dot, nuk munda të bëja dot gjëra të mëdha për atë komunitet, kështu që ju kam kërkuar ndjes që atëherë që kaq munda të bëja dhe normalisht deputeti në thelb, në fakt, në perceptimin tim, deputeti duhet përpiqet të ndihmojë të bëjë ligje të mira, të mbash lart diskursin publik, të përmirësosh cilësinë e politikave në tërësi, por duke qenë i lidhur me një zonë, ka dhe një lidhje lokale, pra përgjithësi unë e thash pak më parë, është pushteti lokal që merret me punë të përditshme të njerëzve, por duke përfaqësuar interesat e një komuniteti, nuk mundet të anashkalosh përgjegjësinë që ke në raport me ta. Gjëra të vogla që ne kemi bërë kanë qenë për shembull renda minerare, sepse unë vija nga një qytet ku pasuria e vetme ishte kromi, kështu që të paktën disa rrite të vogla modeste, por jo gjërat e mëdha, statusi minatorit, fjala vjen, rehabilitimi mjedisor i zonës, çështjet e varfërisë që vazhdojnë të mbeten prezente. Se shkoj për reportazhe shpesh. Është një laborator ku mund të shikosh se si një pasuri e madhe e një vendi lënë varfëri banorët atij komuniteti në vend që të prodhojë në vin atje i bleni shesin, në vend që të prodhojë mirëqenie për komunitetin, për shoqërinë, pa diskutim edhe për ata që investojnë, sepse interesat janë të balancuara, por jo në mënyrë disproporcionale. Pra, nuk mundet që një pasuri kombëtare, dhe këtë e them në përgjithësi për gjithë pasuritë kombëtare, që fatkeqësisht kanë prodhuar mirëqenie kryesisht për ata që i kanë shfrytzuar, por dikur i shfrytëzonte partia dhe e shpërndante këtë benefit tek gjithë shoqëria, pastaj i morën individ caktuar, qoftë firmat huaja apo shqiptare, dhe kanë prodhuar më shumë për individin, por jo për komunitetin dhe jo për shoqërinë në tërësi. Pra, ndarja e përfitimeve ka qenë shumë e padrejtë në gjykimin tim. Ndërkohë që burimet mund të ishin një aset i mirë për të mbështetur, për ndihmuar edhe në zhvillimin ekonomik kombëtar, po pa diskutim në radhë parë të komuniteteve lokale. Është e pajustifikueshme të ketë varfëri në zonat që i kontribuojnë kaq fort ekonomisë së vendit. Është realisht e pashpjegueshme. Dhe po kështu janë edhe në vende të tjera ku është Ballshi, ku është të gjitha këto vende që kanë pasurinë toksore. Ballshin e kemi parë që nafta jo vetëm si ndihmon, por ju prish baçet, u prish shtëpitë, u prishi ambientin. Kjo është temë shumë e gjerë në fakt, se ky është problematika e. Meqense sot tek eksperienca si ime si deputet, kjo ka qenë eksperienca ime. Çfarë është një formulë duke qenë një personazh që ke qenë brenda edhe ke ikur dhe tani i shef rehat në distancë dhe ke një formulë për t'ju dhënë. Formulë nuk është e qartë, po normal. Jo, shko, ky është një shqetësim jo vetëm për demokratët, kjo është një shqetësim për shoqërinë shqiptare. Realisht është një shqetësim, sepse është forca më e madhe politike opozitare, dhe siç u dëshmua, forcat e reja nuk kanë terren të madh pjellor për të rritur edhe për të marrë elektorat në mënyrë masive. Kështu që në një farë kuptimi është alternativa e vetme të paktën në gjykimin e deri tanishëm si ndaj qeverisë aktuale. Kështu që fati i saj lidhet me fatet e demokracisë dhe me fatin e vendit në tërësi. Dhe si e tillë kuptoj që gjithkush shqetësohet se çfarë mund të bëjë kjo forcë politike për ta kaluar këtë moment që është moment shumë i vështirë për historinë e saj. Unë personalisht mendoj që pa diskutim pas një zgjedhje, doktori ka thënë neni Basha, por ai nen duhet të zbatuar pa diskutim dhe nuk duhet filluar me jo më vodhi. Domethënë normalisht procese puritane në demokraci s'ka pas asnjëherë dhe s'ka për të pas asnjëherë. Edhe në Amerikë ka kontestime për të, por rezultati njihet, rezultati pranohet. Nuk jemi ne arbitrat e procesit, palët ka një arbitër, kur ndërkombëtarët ose OBE-u deri një zgjedhjet tjerë qepin gojën dhe reflektojnë brenda vetes për të përmirësuar veten e tyre dhe proceset politike. Kështu që normalisht unë mendoj që ka nevojë djatha për një lloj konfederate të madhe, ka një lloj për një open call të madhe, për një thirrje për zgjim brenda djathës, për të faktorizuar të gjithë ato grupe interesi që qëndrojnë brenda, duke filluar edhe nga forcat ekzistuese politike si Agron Sheja e Fjala Vjen apo përfshir ato demokratët euroatlantike etj, pa patur në mend liderin, se kush është lideri. Le të mendojmë pra një lloj klubi ku të gjithë jemi të barabartë edhe ku krijojmë një lloj sinergjie ku
shuma e këtyre pjesëve të jetë më e madhe se sa shumatorja, pra e tëra të jetë më e madhe se sa shuma e secilës për këtyre pjesëve. Dhe kjo bëhet vetëm me frym, pra kur një aksion i tillë politik krijon një frym të re, të një konsolidimi të djathtas mbi principe të shëndosha dhe ku prej së cilës pastaj prodhohet një leadership i ri. Unë mendoj që duhet prodhuar një leadership i ri, njerëzit duhet të provohen në mënyrë të ndershme brenda partisë në radhë parë, atë mos shkojmë nga pozitat e kryetarit apo sekretarit apo të qenit i doktorit apo të qenit i filanit i preferuarit dhe që përpasoj deformohet vullneti i njerëzve. Demokratët të thirren në kuvend për të zgjedhur realisht udhëheqësin dhe liderin e tyre, i cili duke patur legitimitetin e demokratëve, do të jetë pastaj alternativa e besueshme dhe do të jetë faktori që mendoj mund t'i përbashkojë dhe mund të krijojë një lloj momentumi pozitiv edhe nga pjesa tjetër e shoqërisë për t'i thënë një mbështetje opozitës nesër në zgjedhjet e ardhshme. Përndryshe nëse ne do rrim nga pozitat që ma ka fajin ky, ma ka fajin ai, kjo nuk zgjidh asnjë gjë. Kjo çon vetëm në degradim të mëtejshëm të mjedisit politik dhe të forcës politike dhe nuk mund të shërbej më zgjidhje për askënd. Disa thonë ne e kaluam tranzicion, unë mendoj se jemi akoma në tranzicion, është 35 vjet. Mendon se do zgjatet apo do vi shpejt një moment që do vi ajo pika kur themi ok, këtu mbyll tranzicioni i Shqipërisë. Se çfarë e çoi ka gjatë tranzicionin, mi ke thënë një nga një të gjitha gjatë rrugës. Shiko, shoqëria është për herë në një lloj gjendje tranzicioni, po varet nga stadi në të cilin ai ndodhet. Shqipëria në vitet 90 hyri në tranzicionin për ndërtuar një sistem të ekonomisë tregut dhe normalisht ne kaluam nga një vend i varfër, sot jemi në një shoqëri me të ardhurat mesme dhe përgjithsisht klasifikohemi si një vend në zhvillim, pra me një status cilësisht të ndryshëm nga i djeshmi. Sot jemi prapë në një tranzicion nga kjo shoqëri në një shoqëri të zhvilluar, që është një status cilësisht i ndryshëm, sepse nënkupton në kuptimin demokratik institucione zhvilluara, në kuptimin ekonomik ekonomi me struktura moderne, pra është një lloj tranzicioni tjetër ky tashmë, që është cilësisht i ndryshëm nga i më përpashmi, por fakti nëse do të kemi sukses apo jo është një moment kritik, sepse historia ka treguar që shumë vende me quasi demokratike, le të themi, pra që pretendojnë se janë demokraci, por që kanë probleme thelbësore, nuk ja kanë dalë të shënojnë këtë lloj tranzicioni të dytë. Edhe këto në ekonomi e njohim kurthi i development trap, pra kurthi i nënzhvillimit, sepse kemi hyrë në një gjendje ku është e vështirë të realizohet ai kërcimi i madh cilësor për të kaluar nga ky stat një stat të ri. Kjo ka nevojë edhe për leadership të ri politik pa diskutim dhe për një vizion të ri të politikave, të zhvillimit të shoqërisë dhe të institucioneve demokratike të vendit. Është një proces i vështirë, por që konteksti sot e kërkon. Shqipëria, nëse nuk e realizon dot këtë momentum pozitiv, do të jetë shumë e vështirë për të klasifikuar, edhe pse do të bëhemi ne antar të Bashkimit Evropian, siç është Rumania, fjala vjen, siç është Bullgaria, të cilat kanë probleme thelbësore të demokracisë tyre të brendshme edhe të kuptimit ekonomik e shoqëror, pra, kështu që nuk konsiderohen dhe nuk klasifikohen si vende të zhvilluara, klasifikohen përsëri si vende me një status të caktuar. Kështu që edhe Shqipëria, edhe pse do të integrohet në Bashkimin Evropian, nëse nuk e ka realizon këtë lloj ndryshimit të brendshëm cilësor, qoftë leadershipit, qoftë politikave, do të jetë e vështirë të realizojë atë ambicien që ne kemi për qenë një shoqëri pjesë e shoqërisë perëndimore.